Banorët e fshatit Romaj po përballen me vështirësi serioze në qarkullim për shkak të gjendjes së rënduar të rrugës që lidh fshatin e tyre me fshatin Gjonaj në rajonin e Hasit. Sipas banorëve, segmenti rrugor nga fshati Kushnin deri në Gjonaj është i mbushur me gropa të shumta, duke u shkaktuar të lashe të vazhdueshme gjatë vozitjes dhe duke rrezikuar sigurinë e tyre. Kryetari i bashkësisë lokale, Rami Himaj, theksoi se prej një kohe të gjatë ka paraqitur kërkesa për rregullimin e kësaj rruge, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret nga institucionet përgjegjëse. Sipas tij, komuna e Prizrenit ka thënë se nuk ka kompetencë për këtë segment, pasi bëhet fjalë për rrugë rajonale dhe i takon qeverisë ta bëjë këtë ndërhyrje. Halli ynë është punën e këtij asfaltit, na që 6 vjet nuk ka kush më na kthyer neve që 6 vjet a jetojmë në këtë Kosovë apo nuk jetojmë. Obligime ndaj shtetit i paguam gjithë, kerët gjithë të registru, peshin edhe vetë gropat që në bohe, nuk ka veç kjo gropë, për në përgjithësi rajonin e Hasit janë gropat që të katastrofë. Ku më kërkesa disa herë më njëtë ministrisë një farë baftia së ministrisë, jenë në ardhë para vitit të ri. I kanë kryjt do gropa dhe meke, gjonja se për i kryjmë, aja asfalti eftoft, mana jo ato e në shkatru kret, as i kanë gjesh më valak, as kërë gjë heq. Mi që pësheshin më kacin, valakët në kulic, nuk i kanë gjesh gropat, edhe në bosh të në merë. Prej këtu hejt, të këtërë dhe në Lëndovic, rruga është në gjendin të meroshme. Kështu që ju kësha po apel, ministrisë, morin masa, kemi ndëgju që është për mu rehabilitim komplet total, por nuk e në ardhen, bili qëto gropa më orë përkohësisht mi kryje të këti sa bëhet një zgjedhje adekuate. Ndërkaq banorët tjerë Beq Qenaj dhe Sezair Shehu u shprehën të shqetësuar për gjendjen aktuale të rrugës, duke theksuar se dëmtimet po avështirësojnë lëvizjen e përditshme dhe po shkaktojnë dëme në automjete. Halli jonë, siç shifni edhe vetë gropat, jo vetëm në fshatin Romaj, po nga Kushnini deri në Urë të Lëndovicës kështu ketë merë rrugën. Cila është kërkesa juaj? Po, kërkesa jonë është sa më shpejt më mujtë me kry këtë problem, është e mirë, po s'kan mundësi s'kan, se për kanë halë tjera këta qeveritarë tonë. Ne si banor të Hasit kemi shumë probleme me këto gropa, domethënë janë afër 42.000 banor që janë rezident, që janë të Hasit veç, plus shako që vinë tonëve tjera. Kemi për ditë probleme, kemi rrezike ndaj fëmijëve, ndaj veturave, prishën gumat, prishën bandasht, domethënë këto gropa si që pishini edhe ju me marrjen me kamerë, na kemi halë sot ishte domethënë vetë prezent në këtë grupë erdha, kjeri tjetër të ardhë, duhet mu nalë kretë, me nalë veturën, erë kjeri tjetër për mrapa, këtë mrapë shtumë fati ke, domethënë shtumë pa nëjë rrezik. Cila është kërkesa juaj? Kërkesa jonë është që ne i bëjmë kërkesë qeverisë të merë masa, t'i rregullon, t'i sanon spaku, bili mi mush qëto gropa, sa këtë rruga është e dëmtume, se ka premje shumë, ka si e patë edhe vetë, gjdo 5 metra, 10 metra, kjeri bën bum, në për premje, në për qamje, në për gropa, ka shumë. Ndryshe, banorët e këtij lokaliteti kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se neglizhenca e mëtejshme vetëm se do ta përkeqësojë gjendjen e rrugës dhe do të rrisë rrezikun për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.